Po, ndodhi dhe në 2001 kjo, po ja që miq, në qoftë se ka dy gjëra që ngjasin njëra eterike, tjetra materiale njëri me tjetrin, është e vërteta dhe diamanti, për nga forca e tyre. Sa do të përpiqen që ta nxjin diamanti mbetet diamant. Pastrohet dhe shtrit, se shtypin me asgjë. Kështu, e vërteta është eterike, po është një lloj me diamantin. Ndaj dhe këtë situatë, nuk them se është situatë e pëlqyer e lumtur, po ama, kur ne kemi shkuar në 2001-shin, kemi dëshmuar me fakte që sot i kemi aq pa numërta, sa kemi vështirësi të zgjedhim çfarë të paraqesim përpara, atëherë nuk mundet kush. Mos harroni. Thash dhe njerë, ne kemi kaluar periudha, por kemi fituar dhe do fitojmë. Unë u them demokratëve se nuk ka mision më të shenjtë se sa të mbrojmë, se sa t'i dalim zot të drejtës themelore të shenjtë të qytetarëve shqiptar për të votuar të lirë. Po. Televizioni Klan. Zoti Berisha, këtë betejën tuaj për prezantimin e fakteve sa i përket asaj që ju e cilësoni masakre elektorale, a do ta nisni që nesër nga samiti i Brukselit? Faleminderit. Ajo ka nisur. Ajo betejë ka nisur. Ju garantoj që ajo betejë ka nisur para zgjedhjeve dhe ka nisur dhe me sukses. Po të kemi parasysh që rezoluta e Partisë Popullore Europiane shkruan njëja në Valencia se Edi Rama po blen vota me lek, po blen vota me drog, me kanabis, po blen vota me prokurime, po blen vota me punësime. Këto janë të gjitha pas ditës votimit. Takimin që kemi patur, një seri takimesh që kemi patur me ambasadorin Zanieri dhe përfaqësuesit e tij, takimin e fundit që patëm me të gjithë delegacionet, u quajt një aleancë delegacioneve që u krijuë. Dhe ato, siç i shihni ju, zgjedhjet janë rrëzuar. Zgjedhjet ka mbetur vetëm skeleti dhe ndërgjegjen, mos ja u thash dhe një herë, ndërgjegjen e njeriu të lirë nuk mundet kur të mposhtet me mashtrime. Një njeri i lirë ka respekt për votë e lirë. E kemi nisë këtë betejë, e kemi bërë këtë betejë, do e bëjmë këtë betejë. Do e bëjmë dhe me sukses, majni mend këtu. Majni mend. Se është e vërteta ajo që na garanton suksesin. Po. Zoti Berisha, Olta Blaceri, Vizion Plus. Raporti Odirit për zgjedhjet e vitit 2001 vuri në diskutim gjerësinë e fitores së Partisë Socialiste. Në 2001? Po, raporti Odirit në atë kohë vuri në diskutim gjerësinë e fitores së Partisë Socialiste. Por po doja mbeti në opozit 4 vjet. Dhe sot është fakt tashmë, Partia Demokratike do të rrinë në opozit dhe 4 vite, Demokratët do të rrinë në opozit 16 vite. Çfarë do t'ju thoshit ju sot demokratëve që shndrojnë për 16 vitesh në opozit? Ju po flisni për 2001-shin, për fitore. Unë po them që kjo është e grabitur, s'ka fitore këtu. Qoftë se flet për fitore në 2025-ën, pastaj bësh palë me Edi Ramën. Nuk është fitore kjo. Kjo është grabitje e zgjedhjeve.
Dhe këtu nuk ka shqiptar që nuk e pa me sy këtë grabitje. Atëherë, plaçka e vjedhur duhet të kthehet. Kjo është rregulli. Zgjedhjet janë grabitur. Dhe